Jeni me diabet, urgjent duhet të hiqni dorë nga këto ushqime. Sheqeri i lartë në gjak mund të shkaktojë një mori efektesh anësore dhe me kalimin e kohës mund të çojë edhe në diabet. Por ka disa mënyra për të menaxhuar nivelin e sheqerit në gjak dhe shmangja disa ushqimeve është një piknisje e shëndetshme, citon Healthline. Sipas ekspertëve, një regjim ushqimor që përbëhet nga ushqime të pasura me fibra, karbohidrate të shëndetshme dhe të papërpunuara, peshk dhe yndyrna të shëndetshme këshillohet për ata persona që kanë probleme me sheqerin e lartë në gjak. Për sa i përket ushqimeve që duhet të shmangni, këtu përfshihen ushqimet e pasur me sheqer të shtuar, gjithashtu edhe ato të cilat përmbajnë karbohidrate tepër të rafinuara. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video, sipas Step to Health, do të rëndisim disa nga ushqimet të cilat janë të këqija në rastin tuaj dhe duhet t'i evitoni nga dieta, sepse mund të shkaktojnë një rritje të papritur të sheqerit në gjak. Ëmbëlsuesit natyral janë të dëmshëm për personat me diabetin e tipit 2. Disa njerëz përpiqen të shmangin sheqerin e bardhë dhe të krijojnë diçka më natyrale si mjalti. Fatkeqësisht edhe këto burime të sheqerit janë natyrisht të larta dhe mund të shkaktojnë probleme me luhatjen e sheqerit në gjak për shkak të rritjeve të papritura të tij. Nëse jeni një person që vuani nga diabeti, duhet të hiqni dorë nga ëmbëlsuesit e ndryshëm sepse do të krijojnë një rritje të papritur të sheqerit në gjak. Ekspertët citojnë gjithashtu se ushqimet e skuqura janë të dëmshme në rastin tuaj dhe mund të shkaktojnë një rritje të papritur të sheqerit në gjak. Ngrënia e ushqimeve të skuqura mund të shkaktojë rritje të niveleve të glukozës. Këto lloje të ushqimeve shpesh janë të mbushura gjithashtu edhe me yndyrna jo të mira, për shkak ato mund të vinë edhe për vajin e përdorur që mund të çojnë në tepëricë të sheqerit në gjak. Ushqimi i skuqur gjithashtu mund të rrezikojë edhe presionin e lartë të gjakut dhe të ndikojë drejt për së drejti në peshën tuaj trupore dhe të nxjisë gjithashtu një zhvillim të pakthyeshëm të diabetit të tipit 2. Patatet gjithashtu mund të jenë ndikues të drejtë për drejtë në situatën tuaj. Patatet mund të mos jenë ushqimi më i mirë për sheqerin në gjak, megjithatë ju nuk duhet të shmangni plotësisht këtë ushqim, por preferohet kombinimi me disa ushqime të pasur me fibra ose proteina, të cilat mund të ndihmojnë ndjeshëm në balancimin e niveleve të sheqerit në gjak. Ushqimet e larta në yndyrna të pashëndetshme mund të jenë ndikuese të drejtë për drejta në situatën tuaj dhe të çojnë në rritje të papritur të sheqerit në gjak. Ato mund të ndikojnë drejt për së drejti në nivelin e sheqerit në gjak, sepse insulina që përdoret në këto raste është një nga hormonet më të rëndësishme në rregullimin e sheqerit në gjak. Tregoni të kujdesshëm me këto produkte të cilat janë të larta në yndyrna të pashëndetshme, sepse do të nxisin gjithashtu një përkeçim të shtuar të diabetit të tipit 2. Kosi i frutave i bler në përmarkete është i dëmshëm për personat të cilët kanë luhatje të diabetit të tipit 2. Këto produkte mund t'i gjeni në raftet e marketeve edhe pse në duke të shëndetshme. Në të vërtetë përmbajnë sheqerna të shtuara dhe nuk kanë të njëjtat vlera si kosi natyral i shtëpisë, të cilit mund t'i shtoni frutat tuaja të preferuara dhe kështu do të merrni përfitimet më të rëndësishme ushqyese që organizmi juaj i ka të nevojshme. Në dietën tuaj gjithashtu, duhet të hiqni dorë nga lëngjet e frutave të paketuara të cilat mund t'i bleni edhe në market. Fibrat dietike ashtu dhe proteinat që ndihmojnë në balancimin e sheqerit në gjak nuk mund të gjenden me shumicë të lëngjet e frutave. Për më tepër, shumë nga këto lëngje që shiten në ushqimore janë të pasura gjithashtu edhe me karbohidrate të cilat mund të rrisin më shumë luhatjet e sheqerit në gjak dhe të ndikojnë drejt për së drejti në situatën tuaj dhe të përkeqësojnë atë. Në vend të kësaj, përdorni qumësht, kos, por edhe kefir, dhe shtoni gjithashtu burime të fibrave të tilla si frutat e freskëta ose të ngrira. Kryesisht frutat e pyllit janë një zgjidhje shumë e mirë në rastin tuaj. Karbohidratet e përpunuara mund të jenë ndikues të drejtë për drejtë në rritjen e niveleve të sheqerit në gjak. Ndaj, nëse jeni një person që vuani nga diabeti tipi 2, tregoni kujdes me këtë ushqim.
Këtu përfshihet buka e bardhë, orizi i bardhë, patatet si dhe ushqimet të lehta në patata të ndryshme e të tjera. Sidoqoftë nëse keni nevojë të përjashtoni plotësisht ato në dietën tuaj, mund t'i zëvendësoni gjithashtu edhe me patate të ëmbla, pasi mund t'i japin përfitime më të mira në dietën tuaj. Drithrat e pasur me sheqer të shtuar do të ndikojnë negativisht në situatën tuaj dhe në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Disa drithra mund të jenë të larta në karbohidrate dhe u mungojnë edhe fibra dhe proteinat, dy lëndë ushqyese që e mbajnë sheqerin në gjak të qëndrueshëm dhe nën kontroll. Këto ushqime janë të dëmshme për situatën tuaj dhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht që t'i shmangni ato plotësisht nga dieta juaj. Karamele dhe ëmbëlsira të ndryshme nuk duhet të shtohen në dietën tuaj të përgjithshme, pasi mund të ndikojnë në një rritje të papritur të niveleve të sheqerit në gjak dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme me diabetin. Fatkeqësisht, nëse keni sheqer të lartë në gjak, gjëja e fundit që duhet të konsumoni është karamelja, gjithashtu edhe ëmbëlsirat e gatshme. Përveç se çdo lloj karamele ose ëmbëlsire që mund të zgjidhni, më mirë është që t'i shmangni ato plotësisht nga dieta juaj, pasi në këtë mënyrë do të jeni më të ngopur dhe do të evitoni gjithashtu edhe problemet e luhatjeve të sheqerit në gjak. Nëse jeni një person që vuani nga diabeti, tregoni të kujdesshëm me ushqyerjen tuaj të rregullt. Shmangni ato ushqime të cilat do të nxisin rritjen e papritur të sheqerit në gjak dhe do të shkaktojnë gjithashtu komplikacione të njëpasnjëshme të shëndetit tuaj. Diabeti është një sëmundje e cila nuk duhet të neglizhohet. Ushqyerja është çelësi kryesor për një shëndet të mirë dhe gjithashtu pa ndikuar në përkeqësimin e situatave tuaja. Orizi i bardhë gjithashtu mund të jetë një ndikues i drejtë i situatës suaj kur vuani nga diabeti. Sa më shumë oriz të bardhë të hani, aq më shumë keni risk që të vuani nga diabeti tipi 2. Në një studim me më shumë se 350.000 njerëz, ata që konsumonin shumë oriz të bardhë kishin 11% më shumë gjasa që të zhvillonin diabetin e tipit 2. Çdo ushqim i skuqur, i përpunuar ose i bërë me miell të tillë duhet të shmanget. Në vend të tij mund të shtoni gjithashtu ushqime më të shëndetshme, siç janë për shembull edhe orizi i kaf. Orizi i kaf mund të vijë me shumë përfitime krahasuar me orizin e bardhë, sepse nuk janë hequr lëndët e tij ushqyese dhe mund të kthehet në një aleat të vërtetë të organizmit në betejën kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Kafet e përziera gjithashtu janë të dëmshme për persona të cilët u vuajnë nga diabeti i tipit 2. Kafet e përziera, të cilat bëhen kryesisht edhe me sheqerna, krem ose shtojca të tjera, mund të përmbajnë shumë kalori dhe yndyrë, duke i bërë ato një zgjedhje jo të dobishme për njerëzit të cilët u vuajnë kryesisht nga diabeti tipi 2. Në vend të kafeve të përziera, përfshini kafe të thjeshta dhe jo versione të ndryshme të tyre. Siguroni që të konsumoni kafe të cilat nuk përmbajnë sheqerna të shtuara, pasi mund të nxisin një rritje të papritur të sheqerit në gjak, e cila mund të ndikojë drejt për së drejti në shëndetin tuaj dhe të krijojë gjithashtu edhe komplikacione të menjëhershme. Ushqimet të cilat përmbajnë edhe ëmbëlsi shtesë duhet të mbani larg nga dieta juaj. Lëngjet e frutave të cilat gjenden në market nuk mund të jenë të dëmshme vetëm për sheqerin e lartë, por edhe për krijimin e komplikacioneve të tjera në organizëm. Një gotë me lëng portokalli i përgatitur vetë në mëngjes mund të jetë një zgjedhje e mirë, por nëse ju shtoni në dietën tuaj lëngje të frutave të cilat gjenden në markete, siç janë ato të ambalazhuara, përgatituni për një rritje të papritur të sheqerit në gjak. Në vend të tyre, konsumoni gjithashtu lëngje të freskëta bashkë me frutin, pasi vetëm në këtë mënyrë do të merrni përfitimet e tyre dhe do të evitoni gjithashtu efektet negative në organizëm. Sigurohuni që të konsumoni frutat e duhura në dietën tuaj. Gjithashtu, ekspertët tregojnë se patatet e skuqura janë të dëmshme për situatën tuaj dhe mund të rinxisin një rritje të papritur të sheqerit në gjak. Nëse vuani nga diabeti, evitoni konsumin e këtyre ushqimeve dhe konsultohuni me mjekun tuaj për të përzgjedhur dietën e duhur e cila ju përshtatet më mirë sipas situatës që mund të keni. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.